Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi vullën e pejgamberisë, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet, deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, pozit, familja dhe kështu me radhë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Prej urtësisë së Allahut subhanahu wa taala për njerëzimin është se në mesin ton dhe nga mesi ynë dhe nga gjiri ynë e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mëshirë për njerëzimin, mëshirë për besimtarët, ku tha bil mu'minina raufur rahim. Me besimtar është i butë dhe i mëshirshëm. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ju erdhi juve një i dërguar min anfusikum, nga mesi i juaj, nga gjiri i juaj. Azizun ma anittum harisun alaykum. I dhimbeni për vështirësitë që kalojnë pasuesit e tij. Harisun alaykum, është i kujdesshëm për juve, bil mu'minina raufur rahim, pra është i butë dhe i mëshirshëm me besimtarët. Pra cilësi që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishte i mëshirshëm dhe ishte i butë. Dhe donte që thirrja e tij, kjo mirësi të nderuar vëllezër, të arrit tek çdo kush. Mu për këtë nuk ishte i vrasht, nuk ishte kokfort dhe kështu me radhë që mos bëhet shkak pra që njerëzit mos ta pranojnë thirrjen e tij. Për një atë Allah tha, "Law kunta fadhal ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Po të kishte qenë ti i vrasht, njerëzit do të ishin largu prej teje. Pra ishte i mëshirshëm dhe ishte i butë. Ishte të nderuar vëllezër më i mëshirshëm me umetin e vet se sa nëna me foshnjën e vet. E donte të mirën për neve dhe me një hadith na përshkruan gjendjen e tij në relacion me pasuesit e tij dhe me umetin e vet. Që nëse ndalemi pak do të shohim shumë çuditëra nga ky hadith. Kur e përshkruan gjendjen e tij me umetin e vet dhe thot: "Innama mathali wa mathalu an-nasi ka mathali rajulin stawqada nara." Pra, innama mathali, shembulli im dhe shembulli juaj na drejtohet neve dhe gjithë umetit të tij deri në ditën e Kiametit. Shembulli im dhe shembulli juaj është si shembulli i një personit i cili ka dhez zjarr në errësirë të natës në shkretir. Falamma adaat ma hawlahu ja'ala al-farash wa hadhihi ad-dawab allati taqa'u fi an-nar yaqa'na fiha faja'ala yanzi'hunna wa yaghlibnahunna fayaqtahimna fiha. Thot, mirë po thot, flutrat e natës dhe insektet të cilin i tërheq thot drita thot, shkojnë thot te ky zjarr dhe bin thot në te. Fa ana akhudhu bi hujazikum anin nari wa hum yuqtahimuna fiha. Unë thot ju largoj juve nga zjarri i xhehenemit dhe ju thot bini në te. Unë mundohem me duart e mia t'ju largoj nga zjarri i xhehenemit, mirë po ju thot me veprat e juja insistoni që të shkoni tek zjarri, tek errësira. Është njëjtë thot si shembulli thot i flutrës. Flutra dhe insektet të nderuar vëllezër në mes të natës, kur shohin dritë, kjo dritë i tërheq. Ata duke mendu se janë duke shku tek drita, ato binë në zjarr.
dhe nuk ka dritë më për ta, por ka veç hi. Kështu thot as shembulli thot edhe i imi me umetin tim. Unë mundohem dhe ju thiri për në të mirë. Helummu, hajdeni tek unë. Mirë po ju thot, insistoni dhe vetëm se të shkoni në humbje dhe në errësirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmes dijes së msheft që ja kishte dhënë Allahu subhanahu wa taala përmes shpalljes hynores, e dinte se nëse njeriu nuk i kryen obligimet dhe i vepron ndalesat dhe nuk i kryen pra obligimet ndaj Allahut, ndaj pejgamberit dhe kështu me radhë, do të devijojë dhe do të humbet. Mu për këtë të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe mëshmërin, mëshirën, dashurin që e kishte për umetin e vet, erdh që t'i thras njerëzit për në shpëtim. Ai që e ndjek të nderuar vëllezër këtë, do të shpëtoj. Dhe ai që nuk e ndjek udhëzimin e tij, do të humb. Hadithin që e përmenda të nderuar vëllezër, ka shumë dobi, me 10 apo me 100. Mirë po, janë 2 dobi kryesore që duhet të nxjerrin nga ky hadith. Kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli im dhe shembulli juaj është si shembulli një personi që ka dhezë një zjarr në mes të natës, dhe ato flutra dhe ato insekte që i ngreh drita shkojnë mu futen në atë zjarr, dhe personi që ka dhezë zjarr i largon flutrat, i largon insekte që mos të binë në zjarr. Mirë po shkak i turmës dhe duke mendu se janë duke shku tek drita, ato binë në zjarr. Ishte tradit në vendet arabe në shkretir që njerëzit pra të dhezin zjarr, që karvanit kur kalon të shoh ku ka dritë, të shkojnë tek ato që ta mikpresin dhe kështu me radhë. Ishte tradit e tyre. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kur dhizet ky zjarr në mes shkretirës, flutrat dhe insektet shkojnë tek ajo duke menduar se është dritë. Mirë po personi që ka dhënë zjarrin i largon. Mirë po flutra insiston me shku tek drita. Kjo tregon të nderuar vëllezër dobia parë dhe mëshmërinë dhe dashurinë që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Unë thot, ju largoj me durët e mia nga gjërat e ndaluara. Mirë po thot, ju thot të flitune minjedi, ju ikni nga duart dhe shkoni mund në të ndaluar. Të nderuar vëllezër, edhe mos të flasim për dënimin atij që i thën urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe urdhrat e Allahut e kështu me radhë. Mirë po, ajo pra përveç dënimit çka e kaplon atë njeri që i thën urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është edhe e hishme, nuk është dhe morale dhe nuk është etike për një njeri që Allahu e zgjodhi dhe e bëri krijesën më të mirë në rrezullin toksor dhe nuk pat nevojë për neve. Megjithkëte, zbriti tek ne pra që të na thras, që të na ftoj në shpëtim dhe ne ta refuzojmë dhe ta them urdhrat e tij. Pra gjaja e parë të nderuar vëllezër, shka duhet karshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ta pranojmë udhëzimin e tij. Ta marrim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si shembull. Ta marrim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si örnek, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër, Allahu e përshkruan, aq ishte i dashur pra e donte umetin e vet, i dhimbeshin kur ato devijojshin. Dhe Allahu subhanahu wa taala çka tha? Fala'allaka bakhi'un nafsaka an la yakunu mu'minin, o Muhammed, a do mi shkatëruti veten tënde pse ata nuk besojnë? Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mërzit të shumë për njerëzit nga umeti i tij që nuk e pasojnë atë. Dhe Allahu kur i përshkruan ato kategori njerëzish, thot ja hasratan ala al-ibad, mjerë për një kategori të njerëzimit,
Ja hasratan alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastehzi'un. Nuk vjen një i dërguar vetëm se qeshin me te. Dhe sa të shumt janë ato sot. Pra të nderuar vëllezër, dobia e parë nga ky hadith është se e kemi obligim që ta pranojmë udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të ndihemi të turpëruar kur e them urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai erdhi që të na thras në të mirën tonë. Dobi tjetër të nderuar vëllezër nga ky hadith që e nxjerrim është se e ndaluara, harami, e ka natyrën të dyfisht. Siç e përmenda, zjarri për fluturën duket dritë, mirë po në realitet ajo është që e djeg fluturën dhe e ban hi. Kështu është edhe mëkati për njeriu. Ka mundësi në pikpamjen e parë mund të duket një mëkat, një joshje nga kjo botë të duket e bukur. Mu për këtë, Allahu subhanahu wa taala kur e përshkruan natyrën e njeriu çka thot? Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda. Është fakt se është zbukuru për njeriu gjërat joshëse nga kjo botë. Dashuria për gra, nisa wal banin, për fëmijë, wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda, për mbledhjen e arit, argjendit dhe pasurisë, wal khaylil musawwamati, për kuajt e racës së mirë, kuajt në atë kohë sot janë makinat dhe mjetet tjera të transportit, wal khaylil musawwamati wal an'am, tokat dhe kështu me radhë, wal harth. Dhalika mata'ul hayati dunya. Është fakt thot se kjo është pjesë joshëse e kësaj bote. Mirë po ajo çka është tek Allahu subhanahu wa taala është më e mirë. Që do të thotë të nderuar vëllezër se ai i cili këto gjëra që Allahu subhanahu wa taala i ka zbukuruar në natyrën e tij, i merr në mënyrë të lejuar, mrena kufive të lejuarës, do të shpëtojë. Mirë po, ai njeri që këto gjëra Allahu i ka zbukuruar në brendsinë e tij, i merr në mënyrë të ndaluar. Të nderuar vëllezër, dini dhe të jeni të bindur sepse kjo është hapje dere për shkatrim. Të gjithë jemi dëshmitar se jemi duke jetu në një kohë kur kanë dy kulminacione kanë arrit cepin e çdo gjaje. Zbulimet, inovacioni, teknologjia, inteligjenca artificiale në një anë, që nuk dihet në histori që ka arrit deri në këtë pol të zhvillimit, dhe ana tjetër të nderuar vëllezër, degenerimi, antivlerat, immoraliteti, alkoholi, droga dhe kështu me radhë. Pra jemi të jetu në një kohë kur dy kulminacione kanë arrit në fazën më të lartë. Këto pra nuk kanë arrit shkak i zbulimeve, po shkak se njerëzit janë larguar nga hynorja, nga udhëzimi, nga Kur'ani dhe nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të jeni të bindur diçka, të nderuar vëllezër, se njeriu kur dhe asesi nuk mund të ngopet me haram, me atë çka Allahu subhanahu wa taala ja ka ndaluar. Harami e ndaluara është për njeriu ashtu siç është uji i nxehtë me kryp. Aq sa mundet uji i nxehtë me kryp ta shuaj etjen e njeriut, aq mundet që harami e ndaluara, immoraliteti, alkoholi, droga dhe kështu, ta mbushin dhe ta ngopin epshin, dëshirat dhe instiktin e njeriut. Dhe jemi dëshmitar të këtyre gjërave. Ka gjëra që njeriu turpërohet t'i përmend se deri ku kanë arrit ato njerëz që nuk kanë fe duke e lyp për mi mbush pra epshin e vet. Turpërohet njeriu t'i përmend, gjithë e dim. Dhe aja nal me ty kanë thonë po vazhdojmë deri me këtë nivel, nëse nuk ngopemi po ndalemi jo. Për çdo ditë zbulojmë mënyra të reja
me pretekstin se do ta mbushin epshin e vet. Dhe kur nuk do ta mbushin. Dhe të jeni të bindur se ai njeri që e kërkon kënaqësinë në të ndaluar, ai njeri e sotja e tij është më e keqe se sa e djeshmja. Edhe pse nëse parashitet në formë të mirë, ai ka një djegje të brendshme, që nuk e din vetëm se ai. Edhe pse nëse mundet që ta pasqyrojnë se unë jam i lumtur. Sepse Allahu subhanahu wa taala, ai që na krijoi, na tregoi se në harami është sëmundje dhe në sëmundje nuk ka shërim. Nuk ka kënaqësi dhe nuk ka lumturi. E vetmja qetësi dhe e vetmja kënaqësi ku njeriu mund të arrijë lumturinë të nderuar vëllezër është besimi. Është lidhja tek me Allahun subhanahu wa taala. Është pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur themi imani, bindja, besimi, kjo do të thotë se besimi lind një bindje. Kjo bindje e formon një kënaqësi të qenurit i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Momentin që njeriu është i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala, mrena të lejuarës i shfrytëzon ato furnizime, i shfrytëzon atë familje, i shfrytëzon ato pra dhe kështu me radhë dhe kënaqet mrena të lejuarës. Sepse e din ku i ka kufit dhe përveç që kënaqet, këtë kënaqësi të nderuar vëllezër e kthen në adhurim. Pra është bindja, është imani, është ajo lidhja mes njeriu dhe Allahut subhanahu wa taala dhe pasimi i udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ajo që sjell tek njeriu kënaqësi. Çdo kënaqësi tjetër djathtas dhe majtas të nderuar vëllezër është e dëshmuar se është pra fakt nuk ka kënaqësi fare. Është kënaqësi e dështuar, nëse mund ta themi. Jemi pra dëshmitar, sot bota pra çfarë koha është duke jetu. Vallë, a mund t'i themi kënaqësi atyre veprave që vallahi turpërohen nga ky minber ti përmendim. Dhe ju i besoj që i dini. Mirë po shtrohet pyetja çka i çoj ato të nderuar vëllezër që të kërkojnë kënaqësi në ato vepra thjesht duke menduar se e ndaluara do t'i ngop. Mirë po Allahu subhanahu wa taala e bëri ligj që vetëm besimi dhe gjërat e lejuara ta kënaqin njerin. Çdo kënaqësi tjetër është ndaluar. E lutim Allahun subhanahu wa taala me na bën nga ato që e pranojmë udhëzimin profetik. E lutim Allahun subhanahu wa taala me na bë të kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe të jeni të bindur se ai njeri që arrin në nivel që të jetë i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala ka arrit lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.